është një kërcënim për gjithë këtë rend arkitekturë të sigurisë të krijuar në Kosovë, nga një Serbi që po blen armatim ofanziv. Tash krahas hezitimit për të nënshkruar një dokument që është jetik për futjen e Kosovës në atë farë piramiden e sigurisë botërore. Bordën e paqes, po. Fitohet edhe mbrojtja kolektive faktikisht. Të gjitha këtu i kontribuojnë interesave të kuj. Kush e do një Kosovë tillë që heziton të jetë pjesë e një aleance kur SBA-ja udhëheq dhe e determinon. Me Serbia dhe Rusia. Çdo krim status quo-je, blerje në kohë për qytetarët. Hajtë s'mi bojmë sot e bojmë nesër. Është në shërbim, ka thonë Departamenti Amerikan i Shtetit. Është në shërbim të Serbisë dhe të Rusisë. Rusisi nevojitet kjo status quo për të ruajtur impaktin në zonën e Ballkanit Perëndimor, që është dhë strategjike për lidhje me SDEU-n edhe interesat e saj geostrategjike ndaj SBA-ve, është njëra ndër rrugët, krahas asaj nga lindja mesme, se këto janë dy kohat strategjike që operon Rusia, e atje ka Iranin si proxy të vetin, i ka aleatët si Kinën edhe Indin, por këtu e ka Serbin Iran. Dhe kush po i kontribon këtij faktorizimit Serbisë në këtë vend? Shtetet e Bashkuara të Amerikës erdhen me projektin e pavarësimit energjetik. Energjia është aset strategjik sot, nuk është çështje e kuzhinës, konsumimit në kuzhina, me zi pasol. Sot aset strategjik që i determinon dhe indikon dikun 133 sektorë tjerë. Apo mos të them këtë jetën. Se edhe për ashtu edhe në toilet me shkutit duhet energjia. Apo kupton? Mos flasim për zhvillimin ekonomik. Dhe projekti për pavarësim energjetik të Kosovës, të Ballkanit Perëndimor, është shumë interesant se lidhet me Kosovën, si rezervar i energjisë fosile apo thëngjillit. Dhe nga thëngjillit, tash kom pyet ekspert profesor, ma kanë ligjeru këtë temë. Prodhohet gasi dhe krejt instalacioni i gasit për ish Jugosllavin fillon dhe është i shtrirë në për ish republikat. Prandaj Kosova ishte ajo epicendra e këtij pavarësimi. Dhe çfarë ndodhi? Në vitin 2019, kur vjen kjo qeveri në pushtet. Atë kujtohet konferenca e sigurisë në Münich. Ka qenë, është ndërkombëtare, ka qenë për çështjen e highway-t dhe G5 kinez. I ndalu tregu në Evropë, as në Amerikë. Dhe kur e thirrën kryeministin aktual Kurtin atëherë, që pritej me darë partia e parë me fitu. E ftuan Macron dhe Merkel. Dhe ky diskutoi atje për thikat mbi harta, pastaj e morë vesh se s'kan qenë ato në randite, se është konferenca e sigurisë për Kosovën, ka qenë për siguri globale, se erdhi pastaj Covid e tjera. E kuptoj, po ishte vonë. Po pse e ftuan? Kush e tablojnë në pushtet këtë person? Si i vetmi që u zotua, pa i fituar në zgjedhjet, për të bërë kryeministër edhe me kundërshtu projektin e pavarësimit energjetik të rajonit. Projektin amerikan, që ishte gasi. Pas njës nga Izraeli ishte gasi. Rafineria ishte në Greqi. Nga Greqia shpërndahej në krejt Ballkanin Perëndimor. Ju e dini vizitat e grekëve, përfaqësuesve grek kanë qenë bukur të mëdha, bileu për folkë për njëojnë nga Greqia ato ditë. Dhe çfarë ndodhi? Erdhi këtu në pushtet dhe projektin e gasit nuk e pranoi. A din vizitat në Izrael kanë qenë 3 vizita të planifikuar. Unë e kam mik për Levin. Dhe më thot, dhe të ketë vizitar, s'ka marrë. E kisha njësi se ky njeri, unë janë njoft lëvizjet politike. Unë e kam thënë në foltorin e kuvendit, buxhetin ka e ka marrë më fuqizu. Ju dini, kur kanë darë rroga me majtë zyre. Pastaj pagoj autobus e aeroplan me prumër gatën me votu. I kompromitoj e tjera. Pra, janë njoft edhe burimin e këtyre financave, kam thënë në foltorin e kuvendit. Dhe i thash, s'ka marrë. Vërtet nuk shkoj. E riplanifikuan, duket ishte maj, nëse s'gaboj. Po vjen ministri Pes, kujtohen do data, i kam komunikimet. Çfarë ta merr me thash, s'ka më të ardhmë. Erdhi data, nuk i shkoj. Tha, kishte qenë një arshytim zyrtar. For protokollar, do të vije këtë mandat. Thash, s'ka më të ardhmë as atëherë në tretë. Herën e tretë leqës shkoj. Po një letër me 5 rreshta ja dërgoi qeverisë Izraelit, arsyeën pse në një rast tjetër të përshtatshëm, dhe një faqe e dërgoi në Stamboll. Duke u kërkosur pse s'shkova në Izrael. Apo kupton? Dhe ç'a bëri pastaj?
E refuzoi projektin e gazit, tha po blej bateri, ku janë? Cilat bateri? Ose po blejnë Ford Javelina, ja proni Javelina të SBA-ja. Ku i beson SBA-ja një njeriu që është produkt i strukturave që kanë lidhje drejt me Moskën? E që operojnë edhe këtu në Ballkanin Azi. Kur ti lidhet drejt Është pjesë e strukturave që përbëjnë BRICS-in, ose objekt targetin për ta mbrojtur sigurinë globale dhe paqen të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është pjesë. Është pjesë. Dhe i ka shpëtuar non gratis sepse Vjosa Osmani ka përdorur 2 kongresmen që pretendon se ka mirë në Amerikë, nuk ka. Dhe ata 2 kongresmen janë pjesë e mbështetjes së lobit serbo-amerikan. Le dalin të demantojnë, jo qisi me emra, edhe me shifra, edhe me krejt. Po kupton. E lojme njën, ishte kontraglobali për ndërtimin e tërmën centrali për pavarësinë energjinë si asetin më Kosovës. strategjik që ka të bëjmë direkt me sigurinë kombëtare. Të lutëm, 2017 filloi projektin, 2022 planifikoi përfundimi. Edhe gasi ishte 6 vite projekti. Që tash do ta kishim gasin funksional. Me 4-7 Dhe e refuzoi kontrglobalin dhe paguam edhe penalti. Dhe prandaj është i preferuar i Bashkimit Evropian. Shife, Bashkimi Evropian ka pas një projekt për pavarësimin energjetik të Ballkanit. Nuk e kanë mbështetur kryeministrat tonë. Kanë qenë thoqe, Ramushi, duket edhe Isa Mustafa. Nuk e kanë kundërshtuar se s'kitja të fuqi me prish raporte me BE-n, se janë në interes më integru. Por nuk e kanë mbështetur, nuk kanë bas një hap në drejtim për implementim. Po pse? Se ishin sugjerimit e aleatëve amerikanë. Pse? Se tërë infrastruktura e atij projekti evropian për pavarësimin energjetik ishte Gazpromit rus. E lidhur me Gazpromin rus. Lutem, pra, që do të thotë prapë ishin influencimi dhe interesi rus. Dhe në vitin 22 kështu ka qenë loja e Francës, edhe Gjermanisë deri dikun, se ai sipatem Schröder e Gerhard Schröder, po. Apo kupton? Ish kancelare. Po, pra, këtu jemi me zotin Kurti. Dhe këto çfarë po ndodhin, refuzimi i mos nënshkrimi i kësaj marrëveshjes për bordin e Mos paqes. ratifikimi i Po, ratifikimin në kuvend. Po këtu e ka gjenezën, sepse kjo është kontinuitet, kjo është projekt. Kjo është ajo shmangja e kursit strategjik prej SBA-ve në Bashkimin Evropian dhe mbetja peng edhe shife. A di ku e ka një defekt në Bashkimin Evropian? Ma shumë është të fokusuar në rujtjen e stabilitetit, se sa të zgjidhjes së problemit të Kosovës, në këtë rast, pavarësisë, paqes. Jo. Dhe paqe pa vendosur drejtësi nuk ka. Pra, Bashkimi Evropian dhe dialogu i saj, çfarë na sollën? Për 4 vite, i ndërmjetësve Borrell dhe Lajçak. Një kthim të Kosovës në një çështje të hapur që sot diskutohet për tema teknike. Dhe pyetja është, apo relativizohet shtetësia e Kosovës, apo normalizohet? E me vlerësimin tim, gjithçka ka ndodhur, prej se ka ardhur Kurti, dhe kem pas këtë ndërmjetësim, relativizim të shtetësisë. Pra, kthim në atë çfarë ka ofruar në vitin 2021, le të urdhërojnë mediat e qytetarët, analistat, ta shohin programin elektoral vitit 2021. Kur u shirua Kosova me 14 shkurt sipas veton Sorrojt, apo shefit të politikave jugoslave në Kosovë, apo njeriu që edhe në Rambuje ka pretenduar një autonomi për të qenë kryeministër me nominim nga Miloševići. Dhe çka dojnë ta qytetarët tonë, ja u zhvesh Lakureq? Po këto janë dëshmi që i thanë ndërkombëtarët në gjykatën e Hagës. Dhe çka presim na tani te bordi i paqes? Dhe në nënshkrimi i aktit për të qenë pjesë e këtij bordi. Shife, në bordin e paqes, obligimet janë operacione ndërkombëtare, obligimet janë koordinimi me SBA-s për gjithçka, obligimet me kontribuim me financa, a pritet për Kosovë me 4.2 miliard buxhet. Po se pretë SBA-ja këtë. Janë ato superfuqi që i fusin me ka 2-3 miliardi. Kanë ato standardet, Trumpi ka standarde. Doktrina Trump është bordi politik si jashtëm të SBA-ve. Dhe aty s'ka ekivoke. O kështu, ose urnoni përballë në vetëm, pa Amerikën. Kush mund përballet pa Amerikën? Me cilin do shtet të fuqishëm botë? Prandaj, dërgon ushtar, se i ke bardhyl çokush në ligjërata këtu në fakultet juridik kur shpjegoj këtë kompenzacion. S'ke parë më thon, më jep çirrën me kal. S'ke financa mbështetjen në këtë bord. Po të çan ushtar. Nuk ka të lyp 100.000 ushtar, se nuk janë 1 milion e gjys banor. E ki po dihet sa trupa i kanë. Po ta merr një oficer shtabor, po ti merr disa me që SBA nuk ka fare nevojë për Kosovën, as për kapacitetet e Kosovës. Është profilizimi i Kosovës si pjesë e arkitekturës sigurisë dhe të paqes në botë. Kjo është misioni. Kjo është qëllimi.
Dhe mi tregu botës se Kosova rrëfimi është partner strategjik jemi. Po. Dhe është pjesë e gjatë strategjisë amerikane për rajonin. Cili është mesazhi direkt për fëqiun tonë verior që po armatoset me Po kjo është e rëndësishmja, se në nënshkrimi i antarësimit Kosovës si themeluese, imagjino, nuk ka kjo antarësim post festum. Antarët themeluese. Po themeluese e këtij bordi është mesazh politik edhe për Serbinë, por edhe për Rusinë. Është mesazh politik i qartë për Serbinë. Dhe folën këto ditë, kisha edhe i debat dikun, ai Vučić ka mobilizuar forcat, i ka ofruar drejt Kosovës se gjëja pret në ashtu. Këtë është për konsum ditur. Këtë është lojë për me mobilizu nacionalizm dhe shovinizmin serb, e ai mobilizohet vetëm ku ja tregon Kosovën, dhe këtë shqiptarizmin tonë, edhe atëherë serbët ngrihen kom, se atëherë kanë armikun e përbashkët. Në protestat e studentëve në Beograd, armikun e kanë pasur Vučićin, partinë e tij. Si ton pyetje Kosova, ata gjithë janë bashkë e kanë armik Kosovën. Dhe këtë lojë po e luan Vučić, kjo është shkolla vjetër e Vučićit. Prej kohës Miloševićit. Dhe ishte dje një tendencë me bëu protesta në pika doganore. Këtë media tonë kanë ngajt me i dhon zjarr. Manen mend po them me përgjithësi. Është kalkulim Prishtinë-Beograd. Është skenar, siç kanë qenë çdo lëvizje në veri, çdo tension veri ka qenë i tillë. Tani po e kalojnë, se kjo është mesazhi i banjës. Tani po e kalojnë nga tensionet civile, po dojnë me kalu në çështjet e sigurisë. E kur vetë çështja e sigurisë tavolinë bisedime, dialog, më nuk folet për pavarësi dhe njohje, sepse Serbia po promovon paqëndrueshmërinë politike në Kosovë. Serbia po e promovon paqëndrueshmërinë politike në Kosovë. Po ja arrin? A ki e qëndrueshmëri politike në Kosovë? A ki institucione? Pse mendon që Serbia po bën këtë bëj? Që ka qëllime. Sepse i duhet me thonë se Kosova nuk është shteti i qëndrueshëm. Që ka qëllime. S'është shtet funksional. Kishte gjithnjë apo. Po, s'është shtet funksional. Apo bëni ju R2P, a me çuni forcë ndërkombëtare, right to protect, apo ma leni vëlla se kom kushtetutë. Se po lidh Albin Kurtin gjithë edhe në historikun e tij politik. Gjithë po gjen përfundime që padronat e tij janë në Moskë ose Beograd. Thirrën e Baton Haxhiun e ka thonë në TV Nisteni, muj me në arkiva me gjithë. Po. Unë e kam gjithë mirë që heru i linqet, i kam dikun të arkiva. Po. Dhe thot, nga takimi i Brezovicës, kur thëm takimi i Brezovicës, e din kush e ka po, natë 7. Mora detyrë ta integroj infiltrojnë në politikë. Albin Kurti. Dhe nëse infiltrimi i tij ishte atëherë, dhe qëndrimet e tij dihen në mënyrë të vazhdueshme. Se tu ti besos Stanishevit për të punë. Pse kështu ka ndodhur? Se Baton Haxhiu thot, Mund unë mora detyrë ta infiltroj në politikë. E infiltroj. Dhe kurshi i tij cili ishte? Antiluftë. Ani mirë, ka koncept paqësor, pajtona. Por lufta kishte ndodhur. Se po flasim për 97, 98. Ne ishim në luftë. Mi përmend 5 veprime që e konkludojnë këtë që po. 1. Mënyra e ardhjes, urdhër ku u marr. Vendimi për infiltrim politik. 2. Mbajtja e qëndrimit kundër organizimit luftës dhe tendenca që me bisedime, me dialog me arrit më marrë vesh me Serbinë. 3. Mbajtja e qëndrimit kundër Rambujes. Rambujeja e futi Kosovën në procesin politik për pavarësim. Po. 4. Mbajtja e qëndrimit kundër Pakos Atisarit dhe bisedimeve të Vjenës, e cila vendosi themelet juridike të Kosovës dhe arriti, imagjino. Arriti me marrë konfirmi mbështetjen e Rusisë për mu shpall pavarësia. Shife, se du me thoni diçka që dikush nuk e ka përfshin librin e tij. Ka bënë libër një ministër jashtë, nuk e ka përfshin. Edhe i thash pse si ke përfshin. Në 2005 është pajtuar Rusia. I dini ato bisedimet e Bushit me Putinin atëherë për çështjen e sistemet mbrojtjes raketorit, rrezë biznesi. Por kryesore janë marrë vesh dhe ka dhënë mbështetjen indirekt, që mundet me shpall pavarësinë Kosova. Atëherë kon ende ideja e asaj një pavarësi të mbikëqyrur, pastaj Pakos e krijoi një sigurisë për mos diskriminimin e komunitetit serb. Amerikanë tha ju zguxoni të luni rolin e Miloševićit, as të bëni çka ka bëu Miloševići. Apo kupton se ti kur rrin në dhunën e dikujt, bosh më i saj mos andajna me të liu. Unë kam këto nga përvoja e stërvitjes së komandantëve për shembull. Kur ti merr stërvit komandant për skuadër tokë, nëse ti je shumë i ashpër, ata dalin edhe më të ashpër. Edhe kjo ishte ajo qelë si siguresa që vendosen me Pakon.
Por ama fitu pavarësinë Kosovës. A dini kur ka dhënë konfirmimin Franca? Në qershor, ulur përballë Bushi dhe Berisha, i thotë cakto datën për shpalljen e pavarësisë Kosovës. Dhe Berisha mbetet sepse do të më konsultu Prishtinën. Këshilltarët e tij nga mbrapa i thonë kërko pauzë. Kur dalin thotë na duan edhe 6 muaj mi bin Francën. Edhe 6 muaj mi bin Francën. Franca ende s'ka dhënë konfirmim për shpalljen e pavarësisë Kosovës. Dhe 6 muaj na qesin në dhjetor, në janar dikun. Se ishte qershor apo. Na qesin në janar dhe pavarësia shpallën në shkurt. Dhe i kujtohet presidenti Thaçi se e diu në të datë kur koment. Apo kupton? Po du me thonë që kush kanë qenë aleatë. Për Vjenën thu e shpalljen e pavarësisë ishte në anën tjetër. Po. Dy ndodhi pavarësia, qyteti akt tradhtie. Në emër të Bashkimit Kombëtar. Cili Bashkimi Kombëtar? Kosova me Shqipërinë, jo janë 3 Shqipënia jashtë Shqipënisë lëndineze. Shqiptarët janë në 5 shtete të shpërndan. Këtu duhet me pas një strategji kombëtare të sigurisë. Nuk mundem na mi trajtu këto në mënyrë të fragmentuar. Po. Për shqiptarët e Çamëri atje diçka tjetër, Arvanitasit, për shqiptarët në Maqedoni diçka tjetër, Mazi. Jo, na duhet me pas një strategji kombëtare. Na duhet me pas një unitet strategjik. Tjetër si popull. E shpalli akt tradhtie, di mirë që zbot pavarësia. Dhe kur bëm ushtri, Kosova nuk do të ketë ushtri. Kur bën shteti, shifnë ta shpiqesin do skena po i gjojnë do gjerin. Si kryeministër. Po. Që të gjithë ngriheshin kom për himnin e shtetit dhe flamurin, ai rrinte ul. Kushtin tjetër ul. Lista serbe në parlament, edhe Vučić shkiet Beograd, serb për Beograd. Kushtin tjetër? Kush është kundër tjetër? Ai që është kundër Kosovës, Republikë, shtet sovran dhe demokratik. Ai që është kundër simboleve të saj. Ai bën politikën e Beogradit dhe trosisë atyre që se dojnë Kosovën shtet. Pik. Edhe nëse ka thotë e bëjnë emën pajtimit të Bashkimit Kombëtar, është kamashtrën. Është kamashtrën. Sepse është qelës ndërkombëtar për me nxjerr Kosovën shtet pavarur, o kon mos me pas mundësi bashkimit me një shtet tjetër. Pra, ja ky është Albini, futun në qeveri. Po i dojmë ato njollat inteligjenta, ha? A ju kujtohet ku dul prej burgut? Shqetësoni thëke për mënyrën e lirimit tem, arsyet e lirimit tem, pasojat e këtij lirimi. Çfarë të thonë këto fjalë? Ai e dinte se është peng i një diçkaje që e ka bërë të ketë krizë identiteti. Shife, është peng i rrethonave të tij. Nga hyrja në lëvizje politika atje kanë kur ka filluar bashkëtesën serbo-shqiptare, kujtohet? Keni në RTK, që kanë atë në RTK. Lypën në arkiva. Akti i parë, veprimtaria e parë ti ka qenë ajo kur thot s'po lejohet mu martu një shqiptar me një serbe. Ky ka qenë misioni i tij. Jetesa, bashkëkim vllaznim i ri. Që konceptuohet sot në politikat e Surrojt dhe statutin dhe asociacionin NELT, që me tablu të drejtat e serbëve se nuk janë mjaftueshëm në mbrojtura në kushtetutën e Kosovës. Kurse në marrëveshjet Washingtonit pikë 3 thotë nuk ka nevojë për dokument shtesë sepse janë shumë mirë të mbrojtura të drejtat e krejt qytetarëve dhe të komunitetit serb. Pra ky është realiteti. Dhe më vonë kemi pas këtij lëvizjeve të konit ose domkat inteligjente s'po ja marrim, as ata vllazërit Dënçiç. Që gjend makinë mbulum, raporti policisë u mundu më zhdu, e kom pa marrën atëherë fati më shkuj kom marrë më njerë. Sun jam korrent këtu për cilën mënyrë vazhdueshme zhvillimet politike. Edhe çtu i kam sot krejt me raport policisë, me forma, me krejt. Sa është një pjesë që ja kanë heqë, qesin shpesh një pjesë. Po pa aty janë shërimet, me emra me mbiemra. Si ka mundësi dikush që kryeministër s'duhet me sqaruar opinionin çka lypa unë me Donçiçë, Donçiçet kanë qenë 2 punëtorë janë bija sot. Ose ai Leptir ka qenë punëtor i UDB-s që është dërguar në burg te ky. Për ta abuzuar dhe me shantazhu pastaj. Pra, kur i përmendim këtu, kriza identitetit, çka e bën personin, liderin, e kthen në rrezik për komunitetin e vet. Shembull historik janë. Hitleri. Po, lutem. Është Hitleri. Po. Me një krizë identiteti ju e dini si u sjell në botë. Po. Albin Kurti ka këtë krizë identiteti. Të pasojave të lirimit të tij, të arsyeve të lirimit të tij, të motive që kanë pra, këto janë për të mbledhë edhe njerë se gjatë pik për pikës sharove u përpoqe ta zbërtheni dhe ky zbërthim edhe i trëndit njerëz. Por nuk po besoj njerëz që. More, çfarë çështja besoj njerëz? Zoti Kurti ka adresën në Moskë dhe Beograd i kryeministri i Kosovës, si të besohet kjo? Në çdo veprim i tij. Nëse nuk është në harmoni me qëndrimet që janë marrë Beograd në Moskë, urdhënoni tonë thumi çtu je nuk është e vërtetë. Ma thoni. Dhe hajde ktheuni në kohën moderne të qeverisë së tij. Çfarë patëm? Ta të ndale
një aset strategjik që ka të bëjë me sigurinë kombëtare. Ajo është defekti, pavarësimin energjetik. Dhe ku jemi Dali sot? projektin amerikan. Nëse e nali kontër globale dhe s'ke termocentral 3. Nëse e nali projektin e gasit, i cili sot do të ishte i përfunduar. Dhe sot ku jemi? Nga e marrim gasin, energjinë? Prej nga na vjen neve? A na vjen prej strukturave të Serbisë? Serbia a merr prej strukturave të Rusisë? Po. A nuk po i shërbej ka vendimi i Kurtit, Beogradit dhe Moskës? A im ka foli diçka jashtë planetit? Jo, ke bo ky, jo kanë bo ata, pa kanë bo ata tjerët e kanë pas keq, pra. E rëndësishme është që Kosova ka mbete varur nga Beogradi dhe Moska. Po hajde bre të shkojmë. A ishte në vizitë në Paris këtë ditë, kur pritet më marr vendimin gjykatë kushtetuese. A ishte në vizitë në Paris. A diti opinioni publik dhe kuvendi agjendën me cilën do të shkon atje dhe çfarë do të bisedohet? Jo, se kanë ditë, mos u hezito më thonë jo. Kush e boni publike? A boni Vučići? A do të konferencë për shtyp, tha unë kam njerëz të mi në kabinetin e tij. Çe po e marrim konspiracion, propagandë, po don me godit Kurtin. Okej. Po si e diti për agjendën? Edhe për lëvizjet në veri, ha? Imagjino, me u heq këfori amerikanat, mu hek amerikanët, mu heq forcat britanike që kanë bo atje atë tampon zone 1 kilometër për gjatë kufirit me Serbinë, që zguxon mas zoku me hin pe Serbisë, le mo forcat serbe. Dhe çka me bo atje me dërgu forcat franceze. Ja, dol Vučići e bari ditur. Ky zotnia shkoi atje. Çfarë i ofroi Macroni Kurti? Çfarë i propozoi për mbylljen e procesit politik me Serbi? Marrëveshjen e presmes, apo? Modelin Greqi, Maqedoni. As aspektin historik, as rrethonat politike, as autenticiteti i territoreve. Asgjë nuk e parafron raportin Kosovë-Serbi me raportin Maqedoni-Greqi. Pra, a është kjo tendencë për ta nxjerrur nga një kurs ku ishim me një marrëveshje në Washingtonit, që kur duhet në shkruan të zoti thashin me 4 sa ishte shtator. E kishte apo paraprakisht, e kishte edhe njohjen, më vonë u determinua dhe doli me këtë njohjen Izraelit dhe projektin e gasit, pra një stabilitet edhe ekonomik dhe politik, se nuk mundesh me jeti stabil edhe nëse ta njeh sot Serbia pavarësinë. Si e ke zgjidhur çështjen e Ujmonit, Ibrit? Ibri është aseti strategjik i Kosovës, se ka veti bifurkative territoriale. Klasifikimi amerikan u ndal nga kuvendi pas 14 shkurtit 2021, në momentin që erdhi Kurti në pushtet. Bravo. Dhe krahas këtij zhvillimi, çfarë propozoi Macroni? Kush reagoi? U kritikua dhe Lumir Abdigjiku si pasardhës i zotit Hotin kryet LDK-s që nuk bëri asgjë për ta mbrojtur atë marrëveshje. Dëgjëm edhe herë për përsëris për 1 milion të herë, ndoshta vetë që diallogun përsëri në 7 herë. Lumir Abdigjiku, Vjosa Osmani, Albin Kurti, janë edhe disa, edhe kallën PD, ka edhe në, po edhe njash në ake, ka në LDK edhe do tjerë sa dush, në vetëvendosje shumica. Janë një platformë politike, janë një strukturë, përfaqësojnë një politikë, një vizion dhe mision për krejt botën e lemo veç për Ballkanin dhe për Kosovën. Janë strukturë e Soros. Janë strukturë e Soros, e doktrinave Soros për rajonin, që nuk e shohin Kosovën një shtet pavarë të fuqishëm. Ju ka metë si dogmë se duhet me thonë se s'merr vota në Kosovë. Duhet me dalë me thonë Kosova është shteti pavarë, sovran e vizioni, jo në vizioni këtij për votë, por punë dhe veprimet nuk janë këtë shërbim, nuk i shërbejnë kësaj. Kam 2 pyetje, lutem ta fokusojmë analizën nëse me lejon Berisha. Nëse konkludoni në mënyrë të përsëritur se zoti Kurti telekomandohet politikisht nga Moska dhe Serbia, kjo është gjë shumë e rëndë. Dhe si mund të justifikohet heshtja juaj, pra nëse Kosova ka një kryeministër që punon jo me kursin për ta forcuar Kosovën, po si është e shpjegueshme heshta tjetër, të mjaftoni për ta paraqitur situatën vetëm në studio televizive. Kjo është shumë e rëndë. E ngrita në kuvendin e Kosovës, kështu me këtë gjuhë fola. Kjo akus që i bëni, jo tani edhe më herët, kësaj figure politike, dhe kur e sheh Kosovën e qetë, kjo nuk është. Le të urdhëroj kush të doj. Kjo nuk është në rregull. Ti analizoj veprimet politike dhe vendimet. Nëse nuk janë në harmoni dhe si shërbejnë interesat Beogradit dhe të Moskës, hajde ulem tavolinë edhe herë. Të gjitha. Si mund të rrini qetë, pra?
e ngrita në kuvendin e Kosovës. Si mund të rini Dhe fola me fakte. Ha? Ja, qita bile një fotografi të një miku dhe bashkëpunëtorit të Bin Ladenit, me zotin Kurti dhe stafin qeveritar duke ndajt i njëjti person, që mbante konferenca kundër terrorizmit amerikan. Një personalitet që mbante konferenca kundër terrorizmit amerikan, kur vret Bin Ladenin dhe shumë organizata terroriste që i ndjekin në për Afganistane, ku ta dion në Pakistane. Atë person e ki në staf me qeverin, me Kurtin, edhe në Prishtinë edhe në shtetin e tij kur rinaj. Dhe tregova se si kanë shku 20 milion nga magnat, roz, mafioz, dhe janë marrë në Stamboll. E thash në folterën e kuvendit. Dhe di çfarë përjetova? Vetëm një thirrje nga një shërbim inteligjent i shtetit. A mund të vini në qendrën e atij shteti? Për një 2 ditë ne i bëjmë gjithë ato dhe t'i sqarojmë disa gjëra se nuk e dinë. Ju thash miqve të mi, që folin anglisht, jo në gjuhën që më thera, edhe pse anglisht më folin Kush që thirrje në telefon? edhe nëse më lip detaj më shumë, se e kom thonë. E kom sqaruar në një kanal që ata i përcjellin të jetojnë, nuk kam nevojë mi bë publike, se si bëj këto për më botash efekt. Edhe më thanë po, thuj hajde në Tiranë. Në Tiranë tha monitorojmë. Atje mos shko, se të zhduket. Apo kupton? Të thirrë Turqia. Dikush më ka thirrë. Miti turk. Tash ti, problemi është këtu. Problemi është Kur ka ndodhur kjo Berish? Problemi është sa isha deputet. Po. Kur kam folën foltore, dinë fjalimet e mia në foltore. Tani Kanë thirrë edhe agjencioni kosovar, që është një për që monitoron gjithë fare komunikimet e deklaratat e ABD-n. Tha, a keni ju argumente s'di për çka më lypke? Thash ti mu më blim këto media, thash. Atë se këta kanë qef me të fut një ngranor dhe penalizimit se kështu punojnë me intriga këto shërbimet e sigurimeve Ju refuzuat këtë shërbim po normal. që ju kontaktoi dhe zgjodha. Unë i besoj veç Zotit edhe shebave, po jo çdo strukturë atje. Veç Zotit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, po jo çdo strukturë atje. Nuk i besoj një strukturë. Shkuat në Tiranë? Aty anajna s'di çka ka ndodhur, më tash ti më merr me atë pjesë. Apo kupton ku jemi? Unë po duhet me demonstru ku jemi dhe pse na po befasohem, tash ti pse kjo nuk është dakordu për pikën 2 për qëllimin dhe mandatin. Ti ke thonë publikisht në rrethin e Kurtit ka njerëz që kanë qëndruar me kryeterroristin Bin Laden. Kanë shërbyer akuzës di, po. Po. Hajde shkojmë në Google, që tash si bëja bëj si Baci Jakub, si e the gëllon e kam, që the ka informë gjesh kështu. Po. Si shto. Ka dole. Po. Pra, pak e të rëndësishme janë këtu. Jo janë copza të rëndësishme të këtij rrëfimi. Të friksuan kur të morën telefon? E kom vrarë frikën. E kom vrarë fëmijë 6 vjeç. Kur më kanë përdorur gjaje do burrat me shtina për do aktivitete, atë që i bëjshin kundër regjimit jugosllavisë, më përdorshin mua si fëmijë, se isha i pavrejshëm për me shpërnda dokumenta që bëshin Shqipëri, ku ta dione. Ma frojshin dhe nga një shtëpi që shkëlqeu këtu, e lypi film plak e pjesë. Edhe ne disha si do të më kallëzu, s'kam pasur fëmijë. Mos ata turrë ka provuar që marr ndonjëherë Berish? Asnjëherë. Ka qenë mjaft kritika edhe për mënyrën se si po investojnë ata në Kosovë. Po normal, ato do të kujtojmë se Ministrinë e Mbrojtjes unë. Unë kam investuar se ka ardhur, tha do të më vendosë dhe flamurin në zyret ministrit, ashtu bëhet ekspozit flamojsh. Këtu ka flamojt kryesor. Ishin behave i NATO-s dhe Kosovës. Të kërkoi ta vendosë flamurin turk aty. Ministrit si jam. Po. Dhe unë dhash çajimin juridik, se isha oficer shtabi aty më. Po. Thash edhe do të mbyllet filan shkolla që janë të Gylenit. Hapni ju atë malir, mbyllen vetë se s'ka kërkuar shkolla shtajta. Jo, po ne, çka ke investu? Ke ble, ke konë dhe ke ble aeroportin. Cili investimi i dytë? Cili? Hajde ti matim, sa ke investimin në Beograd? Dhe pyetja strategjike tash, se nuk është interesant sa, se është pas të flasin nga afër me ta shpesh. Po, në ministri.